Kur them garantimin e mostrës në regjimin termik caktuar, sepse një mostër që duhet të çohet në temperaturë minus 18 gradë, nuk mund ta çosh në laborator me frigobox nga dursi tek ISUVI. Po, pse kur del analizën e nuk e dim ku hyri ky bakter. Absolutisht, mënyra e marrjes. E kishte apo u bë gjatë rrugës së transportit? Pra, ky është protokoll në vete. Marrja e mostrës, pra garantimi i marrjes së mostrës dhe regjimi termik, le të themi të drejtën, komprometon dhe vetë analizën sa do i akredituar të jetë laboratori apo analiza. Pra, duhet të kthejmë sy të analizojmë çdo pjesës. Pra, këtë sistemin të marrim çdo hall të këtij sistemi. Dhe gjëja e parë, ne duhet të evidentojmë problemet. Pra, ku kemi problemet më të mëdha. Dhe le të heqim dorë. Kemi një qasje ndryshe, do të bëjmë diçka ndryshe, unë do të besoj që do të bëhet diçka ndryshe pavarësisht formës, le të jetë private, të jetë institucional. E rëndësishme është që le të fillojmë çfarë po bëjmë. Pra, këtë qasjen proaktive me biznesin, jo vetëm me biznesin, sepse pjesë e këtij zinxhiri është edhe fermeri. Pra, me 10 ferma që ne kemi, duhet fillojmë me këtë regjistrin e fermës. Pra, a ka një shërbim këshillimor i cili të këshilloj fermerin se çfarë farash duhet të përdori, se cilat plera duhet të përdori, të bëj analizën e tokës, a e kemi ekzistent këtë shërbim? Nuk e kemi fare? Fermeri ka, por është aq i vogël dhe ka aq mjete të kufizuara se është praktikisht e pamundur për të këshilluar. Një element shumë i rëndësishëm është regjistri fermës. Dhe po të hysh në faqe, nuk e di 20.000 fermer kanë akoma. Në 300.000 ferme, 20.000 fermer kanë formularin ose regjistrin e fermës. Dhe regjistri fermës është një element shumë i rëndësishëm për sigurinë ushqimore, sepse aty shënohet që nga analiza e tokës, blerja e farës, ku është bler, trajtimet që janë bërë bimës, të gjitha shërbimet agroteknike, dhe ti në fund mund të kuptosh nëpërmjet gjurmëshmërisë, pra kontrollit të këtij libri, se ku e ka bler atë pesticidin i cili është jashtë liste, apo çfarë sasie ka përdorur nga ai pesticidi që del mbi normën e lejuar, që ne presim të na i sjellë RASFI, pra sistemi RASF, problemet. Pra, duhet të filloj edhe te fermeri. Ne kemi probleme të jashtëzakonshme me qumshtin, pra me ngarkesën mikrobike të qumshtit. Pra, përpos se përballemi për ditë me përgjysmimin, deri tani jemi përgjysmimin e numrit kafshëve dhe kjo e planuar zyrtarisht. Me gjithë rezervat e mia që kam për këto statistika, sepse statistikat i bën Ministria e Bujqësisë dhe normalisht që janë të diskutueshme për mua. Megjithatë, unë jam nga ata njerëz që i besoj, vazhdoj të besoj burimeve zyrtare dhe në 10 vjet kemi përgjysmim të lopëve të qumshtit. Mund të jetë dhe më keq, po edhe kaq është goxha keq. S'ka pse ta bëjmë më keq akoma. Jo, le të rrim. Edhe kaq është rënditse, po. Pra, dhe me gjithë të përgjysmim, ne përveç politikave që duhet të kemi, pra subvencionuese për të rritur numrin e kafshëve për qumsht, në të njëjtën kohë ne duhet fillojmë atë ndërgjegjësimin në fermë, pra për mënyrën se si milet qumshti, pra kushtet e ruajtjes derisa shkon në fabrikë, të gjithë këtë zinxhirin e elementve, prandaj themi është sistem nga ferma në tavolinë dhe të gjithë këto struktura apo këto element duhet ndërgjegjësim për fermerin në mënyrë të tillë që ne të kemi një reduktim të numrit të baktereve apo të ngarkesës mikrobike që ka qumshti, që është, më besoni, është jashtëzakonisht i lartë dhe është i papranueshëm për normat e BE-s. Është një nga problemet e tjera kryesore. Ne kemi probleme me të gjitha produktet. Unë mora qumshtin sepse për qumshtin baxhot dhe këta janë nënshtruar, por ne kemi probleme me therjen e mishit. Ne kemi probleme të rëndësishme me... Pra kemi, megjithëse bëm disa hapa ne për thertorët e kudiun. Atëre, ti mund të bësh hapa, por në qoftë se ti nuk matrikullon kafshën, pra nuk funksionon sistemi i matrikullimit kafshës, që matrikullimi nuk është gjë tjetër, është vetëm pasaporta e kafshës,